Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Të nderuar vëllezër, sot me lenin Allah Azza wa Jalla në këtë këshill të shkurt do të trajtojmë një temë shkurtimisht të rëndësishme shumë që në duhet secilit individualisht edhe shoqërisht, por edhe në nivel edhe globalisht në nivel të ummetit islam. Sepse besimtarët po luten, po bojnë do, mas të namazit do, dur përpijet po, me abdes po, xhami po, agjerushëm po, namaz po, sadak po, besa dhe Kur'an po xhami, elhamdulillah, mirë po prapë, shumë prej doave nuk pranohen. Dhe Allah Azza wa Jall nuk na përgjigjet. Andaj sot tema është cilat janë shkaqet ose pengesat e mos pranimit të lutjes. Sepse mundet me pas pengesat të dashur vëllezër, që përkundër që besimtari lutet, ka pengesa që e pengojnë ngritjen e duas dhe nuk pranohen lutjet. Në parim doja agjeruesit është e pranuar. Mirë po jo se cilët agjeruesit pranohet doja. Ka disa pengesa cilat e pengojnë ngritjen e duas Allah subhanahu wa ta'ala. Prej këtyre të dashurëzër që i kam përmenë në dietarët, është lania e urdhërimit të mirë dhe ndalimit nga e keqja. Kur shoqëria hesht, e shen një sfol, as i thot që kjo bëne që ta ose është mirë, as i thot mos e bëhet, se cili e din për veti që është mirë. Kur hesht mësim individ, fillimisht brenda në familje, pastaj në shoqëri dhe si shoqëri, kur heshtim ndaj të mirës për të urdhëruar të mirë dhe ndaj të keqes për të ndaluar nga e keqja, kjo është njëra prej arsyeve që ka paralenduar profeti alayhi salatu wassalam, që është shkak që mos më pranu lutja, doja. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ose keni me urdhëru në të mirë. Me urdhëru. Mi fol njerëzve, o vëlla, o mik, o dost, o jaran, o i gru, o varsisht, o shok, o koleg. Me urdhëru. Me kallëzu që nuk bën pa fol. Me tregu që nuk bën pa agjeru. Me tregu që nuk është i barabartë si ai që folet, si ai që s'folet. Me tregu që nuk bën mi pas të në të mirat e minimue dëja se mos minimu tonë që e ki obligim. Do të me të regu. Por po heshtëm, me të punon, me të rrin, me të enet, me të hinedel, dhe kur ndoshta një fjallë nuk i thot hajde po shkojmë xhami. A e din, po te ki për obligim nëse je bindur që është e mirë me të regu. Andaj thot profesor, ose keni me urdhëruar të mirë dhe me ndalu nga e keqja, me folë vllazër, me folë me metodologjinë më të mirë të mundshme, me fjalët më të mira të mundshme. Duke zgjedh metodën, duke zgjedh fjalët mirë, po duhet me ndalu nga e keqja, secili sipas mundësive dhe kapacitetit që e ka. Dhe sa ka hapësirë. Apo shumë të këqija që po zhvillohen. S'kena ndoshta dorë shumicën prej tyre s'muna me nalë. Po muna me thonë që kjo s'është e mirë, muna me folë, muna me shkru, muna me postu,
muna me postu me prap një fjalë dikujna që ka folë për çfarë s'është e mirë, pra me e luftu të keqen, sa të kena mundësi. Secili sipas takatit, ka thënë profeti alayhi salatu wasalam. E në njërin prej këtyre trijeve mënyrave të luftimit të keqes nuk bën pakon. Ka thonë, ndryshon e të keqen kur ta shihni, kur dikush me ju e shënën të keqen, atë ndryshon me dorë. Nëse ka mundësi me dorë me ndryshu, po me dorë, me laps me dorë. Nëse s'ke mundësi atër me gjuhë, s'ke mundësi me nalë, nuk s'ke pushtet, s'është në dorën tonë, për shembull, nëse është jashtë shtëpisë, në anën shtëpi duhet me dorë me nalë. Për shembull, një të keqe për marr pak më shpejt edhe në shembull, olla kanë shku diçka fëmija në TV, jo të mirë. Ato me dorë do të me nalë. Cila është diketëronin edhe kry muhabeti. Për shembull, ose në gjeshme, me dorë, nëse s'ke mundësi thot me gjuhë, me fol, nëse s'ke mundësi as me fol, unë azat vjen qasë situata që s'ban as me fol, ose s'koxan as me fol, ose s'mundesh as me fol me reagu atëherë, thot me zemër nuk duhet me pranu. Do të më dim zemra që po sheh keq edhe s'po mundesh me ndryshu. Thot ose keni me urdhërun të mirë dhe keni me ndalu nga e keqja, ose Allahu do t'ju dërgoj një dënim të rrept dhe keni mu lut, por nuk kam ju përgjigj. Dhe mos e çuditni që nuk na pranohet lutjet e dohat. O, Zot, ndihmoj këtij, ndihmoj atij, s'përgjigjet, se ndihmon s'përgjigjet, sepse që tu jena bile, që tu jena shumë keq vëllazër. Në urdhëm të mirë dhe ndalim nga e keqja. Kena orë si rezultat i zhvillimeve që janë bërë, i presionit që është bërë, kena orë në qatë gjane që cili as suni thotë më kërkujna kur gjo. Ma heret ka fol plokuj, ka fol migje, ka fol doje, ka fol bobe, ka fol plokuj katunit e tash ja. Tash mëren jashtë të shtëpisë tonë gati që zbën me fol hiq. Qashtu është tarë së dota, si do qoftë. Pastaj kjo i ka pasëve të jetë. Dytë dhe shëndezet prej shkaqeve të mëdha, që pengojnë pranimin, që prej pengesave të mëdha që pengojnë pranimin e dos, është ushqimi haram. Ushqimi haram. I darja haram, për me zgjeru pak ma tepër. Sepse i darja pastaj nuk është veç ushqimi, po hinë përgjithësi, fitimi, i darja, vesha, kështu ka unë hadith. Ka thonë profeti alayhi salatu wasalam. Është dikush prej besimtarëve, i raskapitur, i lodhur, i pakrehur, në tem, i ngrit duart lart, i ka përmend krejt këto edukata ose shkaqe që janë afër pranimit dorës. Njëri kur është në tem i pranon doja, kur është në një gjendje të vështirë me të lashët më e pranon doja. Këto i përmend, plus duart i ka ngrit lart. Po krejt që to i ka bë për më pranu ose janë më afër pranimit dorës. Megjithatë, udhëtar i raskapitur, i lodhur, i pakrehur, duart i ngrit lart, ja Rab, edhe thret, o Zot, thot mirë, po është ushqime haram, pijen e ka haram, veshen e ka haram, anna yustajabu lahu, e qysh një përgjigje këtina. Andaj prej shkaqeve të mëdha të shëndezet, se prej pengesave të mëdha të mospranimit dorës është ushqimi i përzier me haram. Allahu na vendisoft e në ndihmoft me rujtë i darën kafshatën që e qenë të shtëpia. I lëmi ai burr ose grua, baba, nana, motër, gjyshi, i cili në shtëpinë e tij nuk qënë vetëm se halal. Dhe i miri ai që fëmijët e tij i rrit me haram. Nuk ka hajër ato. Nuk ka hajër. Nështë të dikush të të nësë ka në haram, alhamdulillah, por janë disa bela
jenë për lyme tu. Si që është marrja e kreditit me kamat. Shumë populli është në përborgje në banka për arsye të ndryshme, shumë herë arsye të pa justifikueshme. S'ka arsye me marrë kredit me kamat. Hiç. Mirë po, ka një herë edhe për arsye banale të shtatë. Qysh kemi dëgjuar që dikush merr kredit me shku në deti. Në poshet. Allahu na ruaj. E kamata është me mëkate dhe të mëdha. Jo vetë gjëna. Jo është një gjëna që ta shlyn agjerimi ose jes ta shlynit. Kamata është me mëkate dhe të mëdha. Madje vetëm me mëkat Allahu azza wa jall ka thonë që ai person që nuk e lën kamatën dhe punon me kamat i ka shpall luftë Allahu subhanahu wa taala. Edhe tash nëse ka forcë me luftu me Zotin, është tjetër muhabet. E Zoti lufton në forma ndryshme. Nuk e shkon atë edhe e sheh pastaj e vet. Allahu na ruaj rabbil alamin. Këtu hyn edhe fajtet që është poshtë një krim. Një krim i madh që zhvillohet në vend që njerëzit japin parë me fajte. Ai është prej mëkate dhe është krim, edhe me ligj mirë po, para se me kon krim me ligj sepse ligjet tona ka shumë gjëra që nuk kemi kështim, edhe nuk i dënoj mirë, po është mëkat i madh. Është shumë se vapi dha njerit borx dhe me lecuar brengën e të lashën, por është shumë mëkat i madh me dhamë ato me fajte. Sidoqoftë, besimtari duhet të hap syt mirë. I dorën me pas halal. Më mirë është një punë me qenë halal, edhe nëse është rroga me vogël. Edhe nëse është puna me rom. Se sa një punë që rroga ndoshta është më e madhe, ndoshta puna e lehtë, mirë po është e përzim me haram. Tretë doshë lëzër, prej pengesave të mospranimit të duas, është edhe kur besimtari hjek dorë, dërzohet. Ka thonë profeti selam, Allahu do t'i përgjigjet besimtarit përderisa ai nuk të hjek dorë. Jem lut që 2-3 herë pa lut as më përgjigjet, edhe lën mua atë punë. Ka dalë era në mirë. Ti një që si doës të tënë, ku për thinë telefon s'po ta qelë 2-3 herë. S'ta qelë. Të t'ja qeli ma vonë, asë Zotë se vepron kështu me ne. Por, do me tani zonin. Halo si ke hik pengesat. Halo nuk e ki për një me domë. Ndoshta ta runë pranimin që kemi thonë, më njërën prej metodave që të vynë ty dhe ma shumë të sa më të adhonë që ato që apoja kërkanë. Pra, dhe kjo është shumë e rëndësi, që Zoti ka me pranu me një vallëzën mirë, po ti mos u dërsa. 1 herë, 2 herë, 3 herë, s'ti sa herë. Lutë Allahu azza wa jall, dhe prej pengesave po ashtu është janë mëkatet, s'ka dyshim. Edhe mëkate, edhe kënena durt në iftar, edhe kënena dhe para iftarit, ku më ditë ka konë, ka hi, shaka po, tash në iftar për që i duhet dhe zëtë për më ka bo. Nashta hinë në halë dikujna. Nashta e ke shkelja, i ke bo zëllëm dikujna. Andaj mëkatet janë penges e mëspranimit të duas dhe e fundit si pengesë për mësat është edhe si pengesë e madhe që e ka përmend profeti alayhi salatu wassalam. Është edhe kur njeri ka probleme në familje, nuk shkon me të vetin, nuk komunikon me të vetin, nuk fol me të vetin, nuk e viziton të vetin, pra i ka shkputë raportet familjare, thot profeti alayhi salatu wassalam. Edhe kjo doa nuk pranohet. Nuk pranohet. Madje edhe veprat besin pezur derisa të ndreqet
të cilët janë duke përjetu një gjenocid dhe një tmerrje të madhe që më të njerëzimi nuk ka po ashtu. Sonte, se tash më vjen mëngjesin që lampas në syfër janë bombardu dhe ka me qindra të vrarë. Allahu ata të vrarë shahidi ka luft. Atë bela Allahu ala luft. Allahu i shliroft. Ju ndihmoft. Allahu koft ofër tyre ja Rabbel Alamin. Allahu atërmik u ala luft për qafe ja Rabbel Alamin. Cili s'nje regullë, as një njerëzillëk, as s'nje gra, as mijas. Mirë po. Hasbun Allahu wa ni'mal wakil. Qysh ka thonë profetit Allah Azza wa Jall. Në ato momentet e vështira, kur s'kishin çka me bo, hasbun Allahu wa ni'mal wakil. Na mjafton Allahu e sa mbështetës i mirë është ai. S'ka rregulla, s'ka drejtat njeriu, s'ka drejtat grave, s'ka drejtat plezhve, s'ka drejta, nuk ka kur gjohë. Kreto janë dalë që kanë qenë falsa, nuk kanë qenë probleme, mirë po, sot ka vetëm forcë. Sot po vendosë forca, edhe kur është kundër fëmijëve, kundër grave, kundër të pafajshmeve. Allahu dhe neve na përmesoft i Rabbel Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.